Dhoma ishte e vogël dhe e ftohtë. Muret e bardhë reflektonin dritën e fortë të nëonsit që vinte nga tavani, duke e bërë ambientin edhe më të ashpër. Ardiania uli dorën mbi tavolinë dhe ndjeu si druri i lyer me lak, ngjiti lehtë në pëllëmbën e tij të djersitur. Pranë tij, Ingrida kishte kapur dorën e Ardianit nën tavolinë. Zemra i rrahte aq fort sa mendonte se të gjithë mund ta dëgjonin. Bazuar në intervistat, vizitën në shtëpi, dokumentacionin e paraqitur dhe biseda me dëshmitar, vazhdoi zyrtarja. Ne kemi gjetur që martesa juaj ka elemente të një lidhjeje të vërtetë. Megjithatë, ka ende shqetësime për aspektin financiar dhe diferencën e moshës. Ardiani ndjeu zemën duke i rënë. Kjo po tingëllonte si një refuzim. Megjithatë, shtoi zyrtarja, duke ngritur syt, ne gjithashtu njohim që dashuria nuk mund të matet vetëm me kritere objektive. Pasi të gjitha faktorët janë marrë parasysh, ne kemi vendosur të aprovojmë aplikimin tuaj për leje qëndrimi. Zoti Kelmendi, ju do të merrni një leje qëndrimi të përkohshme për 2 vjet, pas të cilave do të rishqyrtohet situata. Për një moment, asnjëri prej tyre nuk lëvizi. Pastaj Ingrida filloi të qante dhe Ardiani e përqafoi aq fort sa zyrtarja buzëqeshi për herë të parë. Urime, tha ajo. Por ju lutem bani mend, kjo leje vjen me përgjegjësi. Zoti Kelmendi, tani ju mund të punoni legalisht. Pritet që ju të kontriboni në shoqëri dhe të integroheni në kulturën suedeze. Unë do ta bëj, tha Ardiani, duke fshirë lotët. Premtoj. Jashtë ndërtesës, ata qëndruan përqafuar për minuta të tëra. Njerëzit kalonin pranë, por atyre nuk u interesonte. Për herë të parë prej muajsh, ata mund të merrnin frymë lirisht. Ne e bëm, pëshpëriti Ingrida. Ne vërtet e bëm. Jo, tha Ardiani, ti e bëre. Ti besove kur të gjithë të tjerët dyshuan. Ti më dhe një shans. Ne i dham një shans njëri tjetrit, tha Ingrida. 10 muaj më parë, Ingrida ishte ulur në sedilen e pasme të taksis në aeroportin e Tiranës, duke shikuar peizazhin e panjohur jashtë dritares. Ishte hera e parë që vinte në Shqipëri, dhe çdo gjë i duke je huaj. Ndërtesat e larta të papërfunduara, pallëmtrit përgjatë rrugëve, njerëzit që ecnin me një ritëm tjetër jetese. Shoferi, një burili me flokë të shkurtër dhe të zinj dhe një buzëqeshje të ngrohtë, kishte filluar të fliste menjëherë në anglisht. E para herë në Shqipëri? Kishte pyetur ai. Po, jam këtu për një konferencë, 3 ditë. Mirë. Tiranë është qytet i bukur, jo si Stockholm, por ka shpirt, kuptoni. Njerëzit këtu janë të ngrohtë. Ingrida kishte buzëqeshur. Kishte diçka në zërin e këtij shoferi që e bënte të ndihej të qetë. Ju flisni shumë mirë anglisht. Faleminderit, e kam mësuar nga filmat e nga turistët. Ai kishte hedhur një vështrim në pasqyrë. Unë jam Ardiani. Nëse keni nevojë për ndonjë gjë gjatë qëndrimit tuaj, ju lutem, më telefononi, do t'ju lë kartën time. Kur kishin arritur në hotel, Ardiani kishte ngërkuar valizhen e saj dhe i kishte dhënë kartën e vizitës. Nëse dëshironi të shihni qytetin, unë mund t'ju tregoj vende që turistët nuk i njohin, pa pagesë shtesë, vetëm si mik. Ingrida kishte marrë kartën, duke menduar se ndoshta ishte thjesht një mënyrë për të fituar më shumë para, por kishte diçka në sytë e tij të ndershëm që e kishte bërë të besonte. Faleminderit, do ta mbaj mend. Por ajo nuk e kishte thirrur ditën e parë, as të dytën. Ishte e zënë me konferencën, me takime, me seancat e trajnimit. Megjithatë, në mbrëmjen e ditës së dytë, ndërsa kishte ecur vetëm përgjatë bulevardit, kishte ndjerë një lloj vetmie që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Rreth saj ishin çifte të reja, familje, njerëz që qeshtin dhe kalonin kohë së bashku. Ajo ishte 54 vjeç atëherë dhe vetme në një vend të huaj. Kishte nxjerrë telefonin dhe kishte parë kartën e Ardianit. Pa menduar shumë, kishte dërguar një mesazh. Përshëndetje Ardiani, Ingrida nga Suedia. A do të kishit kohë nesër pasdite të më tregoni Tiranën? Përgjigjja kishte ardhur brenda 5 minutash. Natyrisht, do t'jemi lumtur. Në çfarë ore? Dhe kështu kishte filluar gjithçka. Ardiani e kishte marrë Ingridën nga hoteli në mesditë. Ai kishte veshur një këmishë të bardhë të hekurosur me kujdes dhe xhinse të pastra.
Ingrida e kishte vënë re që ai kishte bërë një përpjekje të veçantë për të dukur mirë. Sot do t'ju tregoj Tiranën e vërtet, kishte thënë ai ndërsa hapte derën e taksit. Jo vetëm monumentet. E kishin filluar me shëtitje në pazarin e ri, ku Ardiani kishte treguar stendet me perime të freskëta, mish, peshk, erza. Kishte bler 2 byrek me spinaq nga një dyqan i vogël dhe ja kishte dhënë njërin Ingridës. Duhet ta provoni, kishte thënë. Ky është byreku më i mirë në Tiranë. Ingrida kishte kafshuar me kujdes dhe ishte habitur. Është i shishëm, e pash. Ardiani kishte qeshur një të qeshur të hapur dhe të sinqert që e kishte bërë Ingridën të ndjehej një lehtë. Kishin vazhduar drejt rrugës së Kavajës, ku Ardiani kishte treguar shtëpi të vjetra me stil italian, kishte treguar histori për ditët e komunizmit, për ndryshimet që kishte parë vendi. Ingrida kishte dëgjuar me vëmendje. Kishte diçka në mënyrën se si ai fliste, me pasion, me përuli, me një dashuri të thellë për vendin e tij, pavarësisht vështirësive. Ju jeni mësuese, apo jo? Kishte pyetur Ardiani ndërsa kishin pirë kafe në një lokal të vogël pranë parkut Rinia. Po, por tani punoj më shumë me zhvillimin e kurikulave për arsimin e të rriturve. Ndihmoj njerëz që nuk kanë pasur mundësi të mësojnë kur ishin të rinj. Kjo është shumë e bukur, kishte thënë Ardiani. Edhe unë nuk kam përfunduar universitet. Fillova të punoj shumë herët për të ndihmuar familjen, por gjithmonë kam dashur të mësoj më shumë. Ingrida e kishte vështruar me kureshtje. Kur nuk është vonë për të mësuar? E dini, ju më bëni të mendoj ndryshe për shumë gjëra, kishte thënë Ardiani papritur. Zakonisht turistët vinë dhe shikojnë vetëm sipërfaqen, por ju bëni pyetjen, dëgjoni me vëmendje. Është e veçantë. Ingrida kishte ndjerë diçka në atë moment, një lidhje të vogël por reale. Ju gjithashtu jeni e veçantë, Ardian, keni një zemër të madhe. Ai kishte ulur syt, i turbulluar pak. Nuk e di për këtë, por faleminderit. Kur kishte ardhur koha që Ingrida të kthehej në hotel, kishte ndjerë një lloj hidhërimi. Nuk dëshironte që dita të mbaronte. Faleminderit për gjithçka, kishte thënë ajo. Kjo ishte dita më e bukur që kam pasur prej kohësh. Për mua gjithashtu, kishte thënë Ardiani. Kishte hezituar, pastaj kishte shtuar. Nesër ju ktheheni në Suedi, apo jo? Po, në mëngjes herët. Atëherë, a mund të qëndrojmë në kontakt përmes Facebook ose WhatsApp? Ingrida kishte buzëqeshur. Do të më pëlqente shumë. Atë natë, në dhomën e saj të hotelit, Ingrida nuk kishte mundur të flinte. Mendonte për Ardianin, për buzëqeshjen e tij, për mënyrën se si e kishte bërë të ndihej të rëndësishme, të dëgjuar. Kishte qenë vetëm 3 ditë, por diçka kishte ndryshuar brenda saj. Javët që pasuan ishin plot mesazhe të përditshme. Çdo mëngjes, Ingrida zgjohej dhe gjente një mirëmëngjes nga Ardiani, shpesh me një foto të Tiranës, dielli që ngrihej mbi kodra, një pemë lulesh në park, një shënim i shkruar dorazi që thoshte: "Po mendoj për ju." Në fillim i trajtonte këto mesazhe si një miqësi të thjeshtë, por me kalimin e kohës, vërejti se zemra e saj rrahte më shpejt sa herë që dëgjonte njoftimin e telefonit. Filluan të bënin videothirrje, në fillim të shkurtra, pastaj gjithnjë e më të gjata. Fliste për jetën e saj në Stockholm, për punën e saj, për vajzën e saj Sofia që jetonte në Göteborg me familjen e saj. Kam qenë e martuar për 25 vjet, kishte treguar Ingrida një mbrëmje. Bashkëshorti im, Lars, vdiq nga një atak në zemër 15 vjet më parë. Që atin kohë, atëherë kam jetuar vetëm. Sofia mendon se duhet të dalë më shumë, të takoj njerëz, por unë nuk kam pasur kurrë energjinë. Më vjen shumë keq për humbjen tuaj, kishte thënë Ardiani me sinqeritet. Por ju meritoni të jeni e lumtur. Nuk duhet të jetoni në të kaluarën. E di, kishte thënë Ingrida, por është e vështirë. Kam frikë. Frikë nga çfarë? Frikë se do të lëndohen përsëri. Frikë se jam shumë e vjetër për të filluar diçka të re. Ardiani kishte shikuar drejt në kamer. Ju nuk jeni e vjetër, Ingrida. Ju jeni e bukur dhe e zgjuar, dhe keni shumë për të dhënë. Dhe nëse dikush nuk e sheh këtë, atëherë ai është i verbër.
Ingrida kishte ndjerë lotët duke u mbledhur në sy. Askush nuk I kishte thënë diçka të tillë prej vitesh. Nga ana tjetër, Ardiani gjithashtu kishte filluar të hapej. Kishte treguar për jetën e tij të vështirë. Babai që kishte vdekur kur ai ishte 15 vjeç. Nëna që kishte vuajtur për t'i rritur atë dhe motrën e tij të vogël. Borxhet që kishte paguar vit pas viti, duke punuar 2 punë. Unë nuk kam shumë, por ajo që kam, e kam fituar me djersën time. Kjo është ajo që të bën të veçantë, kishte thënë Ingrida. Ti je I ndershëm, Ardian. Kjo është aq e rrallë sot. Ndoshta, kishte thënë ai, por ndonjëherë ndihemi lodhur. E shoh që miqtë e mi martohen, krijojnë familje, dhe unë jam akoma këtu, duke punuar ditë pas dite, pa të ardhme të qartë. Ti ke të ardhme, Ardian, kishte thënë Ingrida. Ndoshta thjesht nuk e ke gjetur akoma. Pas 4 muajsh, Ardiani kishte thënë fjalët që kishin ndryshuar gjithçka. Ingrida, unë e di që kjo mund të tingëllojë çmenduri, por unë jam dashuruar me ty. E di që je larg, e di që ka diferenca mes nesh, por nuk mund të gënjej për atë që ndjej. Ingrida kishte mbetur pa fjalë për një çast. Pastaj kishte filluar të qante. Edhe unë jam dashuruar me ty, Ardian, por kam frikë. E sheh vet, unë jam 20 vjet më e vjetër. Çfarë do të thonë njerëzit? Unë nuk më intereson çfarë thonë njerëzit, kishte thënë Ardiani me vendosmëri. Unë të dua ty, dhe nëse ti më do mua, kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Pas asaj nate, gjithçka kishte ndryshuar mes tyre. Bisedat e tyre nuk ishin më vetëm miqësore. Ishin plot ëndra për të ardhmen, për mundësinë e të jetuarit së bashku. Por realiteti ishte kompleks. Ingrida jetonte në Suedi, Ardiani në Shqipëri. Distanca nuk ishte vetëm gjeografike, por edhe burokratike. Unë mund të vi në Suedi si turist, kishte thënë Ardiani, por vetëm për 3 muaj. Pastaj duhet të kthehem. Përveç nëse martohen, kishte thënë Ingrida ngadalë. Atëherë mund të aplikosh për leje qëndrimi. Kishte rënë një heshtje I gjatë. Të dy e dinin se kjo do të ishte zgjidhja, por asnjëri nuk donte ta thoshte me zë të lartë. Martesa për dokumenta ishte diçka që dëgjonin vazhdimisht në lajme, diçka që qeveria suedeze po luftonte me ashpërsi. Por ne nuk e bëjmë për dokumenta, kishte thënë Ardiani. Ne vërtet e duam njëri tjetrin. E di, kishte thënë Ingrida, por si ta provojmë këtë? Si t'u shpjegojmë njerëzve? Duke jetuar së bashku, duke treguar që kjo është e vërtetë. Pas një jave mendimesh, Ingrida kishte marrë vendimin, kishte thirrur Ardiani në video dhe kishte thënë: Unë dua që ti të vish në Suedi. Dua të martohemi. Jo për shkak të dokumentave, por sepse të dua dhe dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime me ty. Ardiani kishte ndjerë një val lëmturie kaq të madhe sa kishte filluar të qante. Je e sigurt? Je e sigurt që kjo është ajo që do? Jam e sigurt, kishte thënë Ingrida, edhe pse në zemër kishte edhe frikë. Por ka diçka që duhet të dish. Unë jam e sëmur, Ardian. Kam kancer gjiri. E zbulova para 2 vjetësh. Kam bërë operacion dhe kemoterapi. Edhe tani jam në remision. Por doktorët nuk mund të garantojnë se nuk do të kthehet. Kjo është arsyeja pse kam jetuar vetëm për kaq kohë. Nuk kam dashur të angazhoj dikë kur nuk e di sa kohë më mbetet. Ardiani kishte mbetur I shokuar, por vetëm për një moment. Pastaj kishte thënë me një zë plot vendosmëri: Kjo nuk ndryshon asgjë, Ingrida. Të gjithë vdesim një ditë. Ajo që ka rëndësi është si jetojmë deri atëherë, dhe unë dua ta kaloj atë kohë me ty, qoftë edhe 1 vit, 10 vjet ose 50. Ingrida kishte qarë, kësaj radhe nga lehtësimi dhe dashuria. Ti je I jashtëzakonshëm, Ardian. Jo, kishte thënë Ardiani. Unë thjesht të dua. Javën e ardhshme, Ingrida kishte udhëtuar drejt Göteborgut për t'i treguar Sofias për vendimin e saj. E kishte ftuar për drek në një restorant pranë portit. Sofia kishte ardhur me burrin e saj, Erik, dhe 2 djemtë të tyre të vegjël, Gustav dhe Emil. Nën sa bukur që erdhe, e kishte përqafuar Ingridën, se të kemi parë për 1 muaj. E di, kam qenë e zënë, kishte thënë Ingrida, duke u përpjekur të fshihte nervozizmin. Gjatë drekës, pasi fëmijët kishin filluar të luanin me tabletën, Sofia kishte pyetur: "Çfarë ka? Të shoh pak të ndryshuar. A është gjithçka në rregull me shëndetin?" Ingrida kishte marrë frym thellë. "Po,
Shëndeti im është i mirë, por ka diçka që dua t'ju them. Kam takuar dikë. Sofia kishte ngritur vetullat, e surprizuar. Vërtet? Nën, kjo është e mrekullueshme. Kush është ai? Emri i tij është Ardiani. Është nga Shqipëria. E takova në udhëtimin tim për punë vitin e kaluar. Erik kishte heshtur, por Ingrida kishte vënë re se fytyrën e Sofias kishte ndryshuar menjëherë. Shqipëria? Kishte thënë ajo ngadalë. Sa kohë që e njeh? 10 muaj. Komunikojmë çdo ditë. 10 muaj dhe s'na ke thënë asgjë? Sofia kishte tingëlluar e lënduar. Nuk kam dashur ta them derisa të isha sigurt, kishte shpjeguar Ingrida. Por tani jam. Unë dhe Ardiani planifikojmë të martohemi. Ai do të vi të jetojë në Suedi. Sofia kishte vënë pirunin poshtë me një zhurmë të fortë. Të martoheni? Nën ti mezi e njeh këtë person. E njoh më mirë se sa mendon. Sa vjeç është ai? Kishte pyetur Erik me kujdes. 35. Sofia kishte hapur gojën, e tronditur. 35? Nën, ti je 55. Ai është 10 vjet më i ri. A nuk e sheh se çfarë po ndodh këtu? Çfarë po ndodh? Kishte pyetur Ingrida, duke ndjerë zemërimin duke u ngritur. Ai po të përdor. Sofia kishte folur me zë të lartë, duke tërhequr vëmendjen e njerëzve nga tavolina tjera. Shqipëria dëshiron dokumenta evropiane nën. Kjo është e qartë. Nuk e njeh. Ardiani nuk është kështu. Si mund të jesh kaq naive? Sofia kishte vazhduar. Këto ndodhin çdo ditë. Burra të rinj nga vende të varfra martohen me gra më të vjetra perëndimore për viza, dhe ti po bie në këtë grack. Erik kishte vendosur dorën mbi krahun e Sofias. Sofia, qetësohu. Por Sofia nuk kishte ndalur. Jo, unë nuk do të qetësohem. Ky është i ardhmi nënës sime. Unë nuk do të legjoj që dikush ta shfrytëzoj. Ingrida kishte qëndruar në këmbë me lot në sy. Mjaft, Sofia. Ti nuk ke të drejtë të më fol kështu. Unë jam një grua e rritur dhe mund të marr vendimet e mia. Nën, të lutem, dëgjoj. Jo. Ingrida kishte marrë çantën e saj. Unë të ftova këtu për të ndarë lajme të lumtura, por përkundrazi gjej gjykim. Kur të jesh gati të më respektosh, atëherë mund të flasim. Kishte dal nga restoranti, duke lënë Sofian të shokuar dhe Erik duke u përpjekur ta qetësonte. Në makinë, Ingrida kishte qarë për 16 minuta para se të mund të drejtonte. 3 javë më vonë, Ardiani kishte ardhur në aeroportin Arlanda të Stockholmit. Ingrida e kishte pritur te porta e daljes, zemra duke i rrahur fort. Kur e kishte parë duke dalë me një valixhe të vogël dhe një buzëqeshje të gjerë, kishte ndjerë që çdo dyshim kishte qenë i pabazuar. Ingrida. Ai kishte vrapuar dhe e kishte përqafuar aq fort, sa që Ingrida kishte ndjerë veten të sigurt për herë të parë prej muajsh. Mirë se erdhe, kishte përshpëritur ajo. Më ke munguar aq shumë. Edhe ti më ke munguar. Ardiani e kishte puthur në ball. Tani jemi së bashku. Kjo është e gjitha që ka rëndësi. Javët e para kishin qenë magjike. Ardiani kishte qenë i habitur nga gjithçka, nga pastërtia e rrugëve, nga transporti publik që funksiononte me saktësi, nga fakti që njerëzit respektonin radhët dhe nuk binin zile pa nevojë. Por më shumë se gjithçka, ai kishte qenë i lumtur të ishte me Ingridën. Çdo mëngjes, Ardiani i zgjoi herët dhe bënte mëngjes për të dy. Ingrida shpesh e gjente atë duke dëgjuar muzikë shqiptare në kuzhinë, duke kënduar me zë të ulët, ndërsa gatuante omlet ose bënte kafe turke. Duhet ta provosh kështu, kishte thënë ai. Kjo është e vërtet. Ingrida kishte qeshur. Unë jam mësuar me kafen suedeze, por për ty do ta provoj. Ardiani ishte përshtatur shpejt me jetën në Suedi, por kishte edhe sfida. Nuk mund të punonte pa leje, kështu që ditët e tij ishin të ngadalta. Kishte filluar të mësonte suedisht duke përdorur një aplikacion në telefon dhe duke parë seriale me tituj. Ingrida e kishte ndihmuar, duke e korrigjuar shpitimin, duke i mësuar fjali të thjeshta. Ti mëson shpejt, kishte thënë Ingrida një ditë. Sepse kam një mësuese të mirë, kishte thënë Ardiani duke i puthur dorën. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Një ditë, kur ishin duke bërë blerje në supermarket, Ingrida kishte takuar një fëmijë të saj, Margareta, një grua e moshuar që jetonte në të njëjtin ndërtesë.
Ingrida, sa kohë? Margareta kishte buzëqeshur, pastaj kishte hedhur një vështrim kurioze të Ardiani. Dhe kush është ky i ri? Ky është Ardiani, partneri im, kishte thënë Ingrida. Margareta kishte ngritur vetullat. Partneri? Oh, sa interesante. Toni i saj kishte qenë plot gjykim të fshehur. Pasi Margareta kishte shkuar, Ardiani kishte pyetur: "Ajo nuk të pëlqej apo jo?" "Nuk është kjo," kishte thënë Ingrida. "Ajo thjesht është e befasuar. Njerëzit këtu janë mësuar me një lloj jete të caktuar. Kur shohin diçka të ndryshme, gjykojnë." Ardiani kishte e shtuar, por Ingrida kishte parë në fytyrën e tij që ato fjalë kishin prekur. 2 muaj pas arritjes së Ardianit, ata kishin vendosur të martoheshin në Bashkinë e Stockholmit. Ishte një ceremoni e thjeshtë vetëm me 2 dëshmitar që Ingrida kishte gjetur nga puna. Sofia nuk kishte ardhur. Kur Ingrida e kishte ftuar, vajza e saj kishte thënë me të ftohtë: "Unë nuk mund ta mbështes këtë nën, më vjen keq." Ingrida kishte ndier një dhimbje në zemër, por kishte vendosur të vazhdonte. Dita martesës kishte qenë e thjeshtë, por e bukur. Ingrida kishte veshur një fushtan të bardhë të shkurtër, ndërsa Ardiani kishte bler një kostum të zi që i kishte bërë të dukej elegant. Kur kishin thënë po, Ardiani kishte puthur Ingridën me aq dashamirësi sa që ajo kishte harruar për një moment të gjitha shqetësimet. "Unë premtoj," kishte thënë Ardiani, duke mbajtur duart e saj, "se do të bëj të lumtur çdo ditë të jetës sime." Ingrida kishte besuar në to. Por pastaj kishin filluar intervistat e migracionit. Pas intervistës së parë, jetesa e tyre kishte ndryshuar. Asistenti social kishte ardhur në shtëpi, kishte bërë pyetje, kishte kontrolluar dhomën e gjumit, kishte parë që rrobat e Ardianit ishin në dolap pranë atyre të Ingridës, kishte pyetur për financa, për planin e së ardhmes, për mënyrën se si kishin ndërvepruar si çift. "A flini në të njëjtën krevat?" kishte pyetur asistentja, një grua në të 40-tat me një notebook në dorë. "Po, natyrisht," kishte thënë Ingrida duke u ndjerë siklet nga pyetja. "Dhe kush paguan faturat?" "Unë për momentin," kishte thënë Ingrida. "Ardiani nuk mund të punojë derisa të marrë leje." Asistentja kishte shënuar diçka. "Kjo mund të interpretohet si varësi financiare, por është e përkohshme," kishte protestuar Ardiani. "Sa po të marrë leje, unë do të filloj të punoj menjëherë." "E kuptoj," kishte thënë asistentja me një ton neutral. "Por ne duhet të jemi të sigurt që kjo martesë është e vërtetë dhe jo një marrëveshje." Pas largimit të asistentes, Ardiani kishte shpërthyer: "Si mund na trajtojnë kështu, sikur të jemi kriminal?" Ingrida e kishte përqafuar: "E di që është e padrejtë, por duhet të jemi të durueshëm." Por durimi po testohej çdo ditë. Një mbrëmje, ndërsa Ingrida kishte ardhur nga puna, kishte gjetur Ardianin ulur në domën e ndenjës, duke shikuar dritare me një shprehje të trishtuar. "Çfarë ka?" kishte pyetur ajo. "Kam folur me nënën time sot," kishte thënë ai. "Ajo është e sëmurë, i duhen para për barn, dhe unë jam këtu, pa punë, pa mundësi të ndihmoj." Ingrida ishte ulur pranë tij. "Sa para i duhen?" 500 euro, por unë nuk mund të kërkoj nga ti. Ti tash më bën shumë për mua." "Ardian, ne jemi të martuar. Problemet e tua janë problemet e mia." Ingrida kishte nxjerrë celularin. "Do t'i dërgoj paratë tani." Ardiani kishte vështruar me sy plot mirënjohje. "Unë nuk e meritoj ty." "Mos thuaj kështu," kishte thënë Ingrida. "Ti më jep më shumë se sa mund t'i imagjinosh." Por kur Ingrida kishte treguar këtë ngjarje te mjekja e saj gjatë kontrollit të radhës, ajo kishte marrë një përgjigje të papritur. "Ingrida," kishte thënë mjekja me kujdes, "unë nuk dua të jem e papërshtatshme, por a je e sigurt që ky burr nuk po të shfrytëzon financiarisht?" Ingrida i kishte ndjerë një val mbrojtjeje. Jo është kështu, nëna e tij është vërtet e sëmurë." "Dhe si e di?" Sepse më tregoi foto." Mjekja kishte heshtur, por shpreha e saj kishte thënë gjithçka. Atë natë, Ingrida kishte filluar për herë të parë të kishte dyshime të vogla. Po sikur të gjithë të kishin të drejtë? Po sikur Ardiani ta kishte manipuluar qysh nga fillimi? Javën e ardhshme Sofia kishte shfaqur pa paralajmërim në derën e Ingridës. Ishte një mëngjes të shtunë dhe Ardiani kishte qenë duke bërë mëngjes. "Sofia," Ingrida kishte qenë e surprizuar. "Çfarë bën këtu?"
Duhet të flasim, nën. Sofia kishte hyrë pa pritur për ftesë. Kur kishte parë Ardianin në kuzhinë, e kishte përshëndetur me një krye të ftohtë. Përshëndetje. Përshëndetje Sofia, kishte thënë Ardiani, duke u përpjekur të buzëqeshte. Dëshiron kafe? Jo, faleminderit. Ingrida i kishte bërë shenjë Ardianit që të dilte nga dhoma. Ai kishte kuptuar dhe kishte shkuar në dhomën e gjumit. Çfarë dëshiron Sofia? Kishte pyetur Ingrida, duke ndjerë tensionin. Sofia kishte nxjerrë disa fletë nga çanta e saj. Kam bërë kërkime për këtë Ardian. E di që nuk do të të pëlqej, por duhej ta boja. Çfarë lloj kërkimesh? Ingrida kishte ndjerë zemrën duke i rrahur më shpejt. Kam kontrolluar median sociale të tij. Kam pyetur njerëz që e njohin atë në Tiranë. Nën, ai ka borxhe të mëdha. Ka marrë hua nga shok, nga familja e zgjeruar. Disa njerëz thonë se ai ka qenë i dëshpëruar për të gjetur një mënyrë për të dalë nga Shqipëria. Ingrida kishte ndjerë një thik në stomak. Kjo nuk provon asgjë, shumë njerëz kanë borxhe. Por kjo shpjegon pse ai u angazhua aq shpejt me ty. Sofia kishte ngritur zërin. Ai kishte nevojë për një dalje dhe ti u shfaqe në kohën e duhur. Ti nuk e njeh, kishte thënë Ingrida me zë të lëkundur. Ti po gjykon bazuar në paragjykime. Unë po përpiqem të të mbroj. Sofia kishte filluar të qante. Nën, ti je gjitha që kam. Pas vdekjes së babait, ti ke qenë forca jon. Dhe tani po të shoh duke u shkatruar nga ky njeri. Unë nuk po shkatrohem, kishte thënë Ingrida, por zëri i saj nuk ishte tingëlluar bindas as për veten e saj. Sofia kishte lënë letrat në tavolinë. Shiko vet, vendos vet, por nëse ke nevojë për mua, unë do të jam këtu. Pasi Sofia kishte shkuar, Ingrida kishte marrë letrat. Ishin ekrane të printuara nga Facebook, mesazhe ku Ardiani kishte pyetur shok për hua, për mundësi pune jashtë vendit. Ishte edhe një foto e vjetër ku ai ishte me një grua të re, me një përshkrim që thoshte dashuria e jetës sime, datuar vetëm 2 vjet më parë. Kur Ardiani kishte dalë nga dhoma, kishte gjetur Ingridën duke qarë në tavolinë. Çfarë ndodhi? Kishte pyetur ai duke u alarmuar. Ingrida i kishte treguar letrat. Shpjegom Ardian. Shpjegom se çfarë është kjo. Ardiani kishte marrë letrat dhe fytyrën e tij kishte zbehur. Ku i gjeti këto? Sofia i solli. Ajo ka bërë hetime për ty. Ardiani kishte rënë në karrige, duke mbajtur kokën me duar. E di se si duket kjo, por nuk është ajo që mendon. Atëherë çfarë është? Kishte pyetur Ingrida. Kush është ajo grua në foto? Emri i saj është Elira. Ishim të fejuar para 3 vjetësh, por ajo më la sepse familja e saj nuk më pranonte. Thonin se unë nuk kisha të ardhme, që isha shumë i varfër. Ardiani kishte ngritur syt, plot dhimbje. Dhe po, unë kam borxhe. Kam marrë hua për të paguar spitalin e nënësime, për të ndihmuar motrën time të shkojë në universitet. Por asnjëherë nuk kam menduar të përdor ty. Si mund të jem e sigurt? Kishte pyetur Ingrida, me lot duke i rrjedhur. Sepse unë të dua. Ardiani kishte qëndruar në këmbë, zëri i tij duke u thyer. E di që je lodhur nga dyshimat, e di që të gjithë po të thonë se unë jam këtu vetëm për dokumenta. Por ti e di të vërtetën, Ingrida. Shiko në zemën tënde, ti e di se ajo që kemi është reale. Ingrida kishte dashur ta besonte. Vërtet kishte dashur, por dyshimi kishte mbjell farën dhe tani po rritej. Javët që pasuan ishin të vështira. Ingrida kishte filluar të vinte re gjëra të vogla që më parë nuk e kishte menduar. Mënyra se si Ardiani pyeste për llogaritë e saj bankare, se sa para kishte kursyer. Mënyra se si ai kishte filluar të fliste më shpesh për familjen e tij në Shqipëri, për problemet e tyre financiare. Një mbrëmje, Ingrida kishte gjetur Ardianin duke biseduar në telefon në gjuhën shqipe. Kur e kishte parë atë, ai kishte mbyllur shpejt bisedën. Kush ishte? Pyeti Ingrida. Një shok nga shtëpia, asgjë e rëndësishme. Por toni i tij kishte qenë shumë i shpejt, shumë mbrojtës. Tensioni kishte arritur në kulm një javë para intervistës së dytë të migracionit. Ingrida kishte hyrë në dhomë dhe kishte gjetur Ardianin duke shikuar bileta fluturimi online. Çfarë po bën? Ardiani kishte mbyllur laptopin. Asgjë, vetëm po shikoja çmimet. Për ku? Për Tiranë.
Nëna ime ka kërkuar që të shkoj për një vizitë, por nuk do të shkoj natyrisht. Jo tani, kur jemi në mes të procesit. Por Ingrida kishte ndjerë diçka të çuditshme. Ardian, je I lumtur këtu? Ai kishte vështruar, I surprizuar. Çfarë lloj pyetje është kjo? Një pyetje e thjeshtë. Je I lumtur? Ardiani kishte hezituar dhe ajo hezitim kishte thënë gjithçka. Ingrida, unë të dua ty. Por po, kjo jetë është e vështirë për mua. Nuk mund të punoj, nuk mund të kontriboj. Ndihem si një bar. Ti nuk je bar, kishte thënë Ingrida, por zëri I saj kishte qenë I dobët. Jo, Ardiani kishte qëndruar në këmbë. Atëherë, pse më shikon me dyshim çdo ditë? Pse kontrollon telefonin tim kur mendoj se nuk po shikoj? Pse më trajton si një fëmijë? Sepse njerëzit më kanë vënë dyshime në kokë, kishte shpërthyer Ingrida. Sepse vajza ime mendon se ti po më përdor. Sepse mjekja ime, fqinjet e mi, kolegët e mi të gjithë thonë të njëjtën gjë. Dhe ti I beson ata më shumë se mua? Ardiani kishte pyetur me një zë të thyer. Ingrida nuk kishte ditur çfarë të thoshte. Heshtja kishte qenë përgjigjja e saj. Ardiani kishte marrë xhaketën e tij. Unë do të dal të marr ajër. Duhet të mendoj. Ardian prit. Por ai tashmë kishte dal nga dera. Ardiani nuk ishte kthyer deri në mesnat. Ingrida kishte qenë e shqetësuar, aq shumë sa që kishte marrë telefon më shumë se 10 herë, por ai nuk kishte përgjigjur. Kur më në fund kishte dëgjuar Chelsea në derë, kishte vrapuar në korridor. Ku ishe? Isha e shqetësuar. Ardiani kishte hyrë, fytyrën e kuqe nga të qarat. Kam folur me nënën time. I kam thënë gjithçka, për dyshimet, për vështirësitë, dhe ajo më tha diçka që duhet të dish. Ingrida e udhëhequ në dhomën e ndenjës. Çfarë? Ardiani kishte ulur kokën. Kur u takuam në Tiranë, unë po kaloja në për periudhën më të keqe të jetës sime. Nuk ishte vetëm për para. Isha në një vend shumë të errët mendërisht. Kisha menduar edhe për vetvrasje. Ingrida kishte mbajtur frymën. Dhe pastaj, ti erdhe. Ti me buzëqeshjen tënde, me mirësinë tënde, ti më trajtove si njëri, jo si një shofer taksi. Më pyete për ëndrat e mia, për familjen time, më bëre të ndihesha I rëndësishëm, dhe për herë të parë në shumë kohë, kisha një arsye për të vazhduar. Ingrida kishte filluar të qante. Pse nuk më the këtë gjëra më parë? Sepse kisha turp, sepse njerëzit tashmë mendojnë se unë jam këtu për interesa. Nëse do të dinin për gjendjen time të mëparshme, do të mendonin se jam edhe I paqëndrueshëm edhe oportunist. Ardiani e kishte vështruar drejt në sy. Por e vërteta është kjo. Po, unë kisha borxhe. Po, dëshiroja një jetë më të mirë. Por kur të takova ty, gjithçka ndryshoi. Nuk ishte më për dokumenta ose para. Ishte për ty, për ndjenjen që më jep të isha pranë teje. Ingrida e kishte përqafuar me forcë. Më fal që dyshova. Jo, unë kuptoj pse dyshove. Të gjithë të kanë vënë në një pozitë të vështirë, por unë nuk mund të vazhdoj të jetoj në një vend ku çdo gjestim interpretohet gabimisht. Nëse ti nuk më beson, atëherë kjo nuk do të funksionojë kurrë. Unë të besoj, kishte thënë Ingrida. Thellë në zemër të besoj, por kam frikë. Frikë nga çfarë? Frikë se do të humbas. Frikë se sëmundja ime do të kthehet dhe ti do të mbetesh I ngarkuar me një grua të sëmur. Frikë se do të pendohesh për këtë vendim. Ardiani e kishte puthur butë. Ingrida, unë kam zgjedhur ty. Jo statusin suedez, jo lehtësinë e jetës këtu. Ty. Dhe nëse sëmundja jote kthehet, unë do t'jem pranë teje, sepse kjo është ajo që bëjnë njerëzit që e duan njëri tjetrin. Për herë të parë prej javësh, Ingrida kishte ndjer paqe. Ditën e intervistës së dytë, Ardiani dhe Ingrida kishin shkuar të përgatitur. Kishin mbledhur fotografi prej muajsh, nga videothirrjet e tyre të para, nga dita e martesës, nga momentet e përditshme në shtëpi. Kishin shkruar letra për njëri tjetrin, duke shpjeguar ndjenjat e tyre. Zyrtarja, e njëjta grua me sy të ftohtë, I kishte shikuar me kujdes. Kam shqyrtuar raportin e asistentes sociale.
Ajo vëren se ju kaloni shumë kohë së bashku dhe tregoni sjellje të një çifti të vërtet. Megjithatë, ka ende shqetësime. Çfarë lloj shqetësimesh? Kishte pyetur Ingrida. Zoti Kelmendi nuk ka punë dhe varet plotësisht nga ju financiarisht. Gjithashtu kam dëgjuar nga burime se ka pasur kontakte të shpesta me familje në Shqipëri, duke kërkuar para. Ardiani kishte marrë frym thellë. Dëshiroj të shpjegoj. Po, familja ime ka pasur nevoja financiare. Nëna ime ishte e sëmurë, motra ime po përfundonte studimet. Unë kam kërkuar ndihmë nga Ingrida dhe ajo më ka ndihmuar, por kjo nuk do të thotë se përdor. Një familje ndihmon njëra tjetrën. Zoti Kelmendi, kishte thënë zyrtarja, shumë njerëz vinë me histori të ngjashme. Si mund të jemi të sigurt që ju nuk jeni thjesht një rast tjetër i një martese fiktive? Ingrida kishte vendosur dorën mbi tavolinë me vendosmëri. Sepse unë e njoh këtë burr, e njoh zemrën e tij. Ai më ka dhënë më shumë dashuri dhe respekt në një vit se sa ka marrë në 10 vjeçarin e fundit. Po, ka diferenca mes nesh, mosha, kultura, gjuha, por këto nuk janë pengesa, janë vetëm detaje. Ajo që ka rëndësi është se ne e duam njëri tjetrin dhe jemi të vendosur të ndërtojmë një jetë së bashku. Zyrtarja kishte shënuar në kompjuter për disa minuta, pastaj kishte thënë: do të duhen edhe 3 javë për një vendim final. Për momentin, zoti Kelmendi, ju mund të vazhdoni të qëndroni me vizë të përkohshme. Por nëse vendimi është negativ, do të duhet të largoheni nga Suedia brenda një muaji. Kur kishin dalë, Ardiani kishte qenë i heshtur. Çfarë do të bëjmë nëse refuzojnë? Kishte pyetur ai në makinë. Ingrida kishte marrë dorën e tij. Nëse refuzojnë, do të gjejmë një mënyrë tjetër. Ndoshta unë do të vi në Shqipëri. Ndoshta do të aplikojmë sërish, por ne nuk do të ndalemi. Ardiani e kishte shikuar me admirim. Ti do të lije Suedin për mua? Unë do të lija çdo gjë për ty, kishte thënë Ingrida, sepse ti je shtëpia ime tani. Ingrida kishte vendosur që ishte koha për të folur sërish me Sofian. Kishte udhëtuar drejt Göteborgut dhe kishte shkuar pa paralajmërim në shtëpinë e vajzës. Sofia kishte hapur derën me surprizë. Nën? Çfarë bën këtu? Duhet flasim, vërtet kësaj here. Sofia e kishte lënë të hynte. Djemt ishin në shkollë, Erik në punë. Ishin vetëm të dyja. Sofia, kishte filluar Ingrida. E di që ti shqetësohesh për mua. E di që mendon se po bëj një gabim. Por dua që të kuptosh diçka. Kur babai jot të vdiq, unë mendova se jeta ime kishte mbaruar. Kisha 50 vjeç dhe ndihesha si një grua e vjetër, e pa kuptimt. Për 15 vjet kam jetuar në autorizëm. Kam punuar, kam kujdesur për ty dhe niprit, por nuk kam jetuar vërtet. Sofia kishte heshtur, duke dëgjuar. Ardiani më solli prap në jetë. Jo sepse më tha fjalë të ëmbla ose sepse më bëri të ndihesha e re, por sepse ai më shikoi me respekt, më dëgjoi, më trajtoi si një partnere të barabartë, jo si një nënë të moshuar ose si një grua e vetmuar që ka nevojë për mëshirë. Për nën, lërëm të varoj, kishte thënë Ingrida but. E di që ka dyshime, edhe unë kam pasur dyshime, por kam zgjedhur të besoj. Jo sepse jam naive, por sepse kam jetuar mjaftueshëm për ditur se dashuria e vërtet është e rrallë. Dhe kur e gjen, duhet ta mbash, pavarësisht nga ajo që thon të tjerët. Sofia kishte filluar të qante. Kam frikë se do të lëndohesh. Kam frikë se ai do të lërë kur të marrë atë që dëshiron. Dhe unë kam frikë se sëmundja ime do të kthehet dhe do të vdesë vetmuar, kishte thënë Ingrida. Por nëse jetoj në frikë, atëherë çfarë kuptimi ka jeta? Sofia e kishte përqafuar nënën e saj. Më vjen keq që nuk kam qenë mbështetëse. Unë të dua aq shumë. E di, kishte thënë Ingrida. Dhe unë po të kërkoj që të më besosh. Ardiani nuk është armiku, ai është burri im. Kishte qenë një moment kyç. Sofia kishte tërhequr frym dhe kishte thënë: A do të vijë ai të darkoj këtu të shtunën? Dua ta njoh vërtet, jo si dikush që po gjykoj, por si vjehra e tij. Ingrida kishte buzëqeshur përmes lotëve. Ai do të jetë i lumtur. Të shtunën, Ardiani kishte qenë shumë nervoz.
Kishte zgjedhur rrobat me kujdes, kishte bler lule për Sofian dhe lodra për djemt. Kur kishin arritur në Göteborg, Sofia i kishte pritur në derë me një buzëqeshje të vërtet. "Mirë se erdha, Ardian." "Faleminderit që më ftuat," kishte thënë Ardiani, duke i dhënë lulet. Gjatë darkës, Sofia kishte bërë pyetje, jo me ton akuzues, por me kureshtje të vërtet. "Çfarë të pëlqen më shumë për Suedin?" "Natyra," pyet, qetësia. "Në Tiranë gjithçka është shumë e shpejtë, shumë zhurmë. Këtu ndihem si mund të merr frym." "Dhe çfarë të mungon për Shqipërinë?" "Ngrohtësia e njerëzve. Në Shqipëri nëse ke një problem, fqinjët vjen menjëherë të ndihmoj. Këtu njerëzit janë më të rezervuar." Sofia kishte buzëqeshur përmes lotëve. "Kjo është e vërtet, ne suedezjet jemi të ftohtë në fillim." Gustav, djali më i madh i Sofias, kishte pyetur: "Ti je shqiptar vërtet, e di si të luash futboll?" "Po, dhe jam shumë i mirë. Dëshiron të luajmë nesër?" "Po." Gustav kishte kërcyer me entuziazëm. Në fund të darkës, kur Ardiani kishte dalë në obor me djemt, Sofia kishte qëndruar me Ingridën në kuzhinë. "Ai është i sinqert, nën, e shoh në mënyrën se si të shikon, në mënyrën se si flet për ty. Më vjen keq që kam qenë aq e ashpër." Ingrida e kishte përqafuar vajzën. "Gjithçka është në rregull. Ti thjesht më mbron." "Po, mo," kishte thënë Sofia. "Por tani e kuptoj. Ju vërtet e doni njëri tjetrin." Muaj që pasuan ishin transformues. Ardiani filloi të punonte në një kompani ndërtimi. Puna ishte rënd fizikisht, por ai e donte. Për herë të parë që kur kishte ardhur në Suedi, ndjehej të dobishëm, i pavarur. Çdo pagë që merrte, ai kursente një pjesë për të paguar borxhet e familjes në Shqipëri dhe një pjesë për të kontribuar në shtëpi. "Ti nuk duhet paguash qyra," i kishte thënë Ingrida. "Kjo është shtëpia jote." "Por dua të kontribuoj," kishte insistuar Ardiani. "Kjo më bën të ndihem si partner i vërtet, jo si dikush që po jetohet." Ingrida e kishte kuptuar. E kishin hapur një llogari të përbashkët bankare, ku të dy vinin paratë e tyre. Ishte një akt simbolik, por i rëndësishëm. Ardiani gjithashtu kishte filluar kurse intensive të gjuhës suedeze. Çdo mbrëmje pas punës, ai shërbente disa orë duke studiuar. Ingrida shpesh e gjente në tavolinën e kuzhinës, duke përsëritur fjalë me zë të lartë, duke shkruar fjali. "Ti po e mëson më shpejt se sa prisnin mësuesit," i kishte thënë Ingrida një mbrëmje. "Sepse kam një arsye të fortë," kishte thënë Ardiani. "Dua të mund të komunikoj me njerëzit këtu. Dua të lexoj libra në suedisht, të shoh filma pa titra. Dua që kjo të bëhet vendi im i vërtet." Por sfida më e madhe erdhi kur Ingrida filloi të ndjente dhimbje të reja. Një mëngjes ajo nuk mund të ngrihej nga krevati. Dhimbja në gjoks ishte kaq e fortë sa mezi merrte frym. Ardiani kishte quar menjëherë në spital. Testet kishin treguar që kanceri kishte kthyer. Ishte përhapur në kockat e saj. Mjekja kishte thirrur Ingridën në një dhomë private. "Zonja Lindstrom, më vjen keq, por lajmet nuk janë të mira. Kanceri është në fazë të përparuar. Me trajtimin, mund të keni midis 6 muajsh deri në 2 vjet." Ingrida kishte ndier botën duke rrotulluar. "Sa kohë pa trajtim?" "Disa muaj, ndoshta më pak." Kur Ardiani kishte dëgjuar lajmet, kishte ulur kokën dhe kishte qarë. Por pastaj kishte ngritur sytë dhe kishte thënë: "Ne do të luftojmë këtë, së bashku." "Ardian, ti nuk duhet kalosh nëpër këtë," kishte thënë Ingrida. "Ti ende mund të kthehesh në Shqipëri, të fillosh një jetë të re." "Ndaloje," e kishte ndërprer Ardiani. "Unë nuk do të shkoj askund. Ne u martuam në sëmundje dhe në shëndet. Kjo është pjesa e sëmundjes. Dhe unë do të jem këtu, çdo ditë." Dhe ai e kishte mbajtur premtimin. Çdo mëngjes, para se të shkonte në punë, Ardiani përgatisni mëngjes për Ingridën, siguronte që ajo të merrte barnat, e ndihmonte të vishej. Kur dhimbja ishte shumë e fortë. Çdo mbrëmje, pas punës, vinte direkt në shtëpi, gatuani darkë dhe kalonin kohë së bashku, duke parë filma, duke lexuar, ose thjesht duke qëndruar në heshtje dorë për dore. Seanca e parë e kemoterapisë kishte qenë e tmerrshme. Ingrida kishte vjellur për orë, kishte humbur flokët, kishte humbur peshë. Ajo që dikur kishte qenë një grua e fuqishme dhe e pavarur, tani dukej e thyeshme. Por Ardiani nuk ishte larguar kurrë. Në ditët kur Ingrida ishte shumë e dobët për të ecur, ai e mbante në krah
dhe çonte në banjë. Kur ajo qante nga frustrimi, ai e mbante dhe i këndonte këngë shqiptare të vjetra që nëna e tij ja kishte kënduar kur ishte fëmijë. Sofia vinte çdo fundjavë nga Göteborg. Marrëdhënia e saj me Ardianin kishte ndryshuar plotësisht. Një ditë, ajo e kishte qetur atë në kuzhinë, duke qarë në heshtje ndërsa lante enët. Ardian, kishte thënë ajo butë. Më fal, nuk duja që dikush të më shihte. Sofia ishte ulur pranë tij. Ti nuk duhet kërkosh falje. Kjo është e vështirë për ty gjithashtu. Unë dua të jemi fort për të, kishte thënë Ardiani. Por ndonjëherë është shumë. E di, kishte thënë Sofia, por ti je njeri. Lejohet të ndihesh kështu. Ajo kishte hezituar, pastaj kishte shtuar. Unë gabova për ty. Mendoja se ishe këtu për qëllime të gabuara, por tani e shoh që ti e do vërtet nënën time. Dhe për këtë, unë jam përgjithmonë mirënjohëse. Ardiani kishte shikuar Sofian me sy plot. Ajo është gjithçka për mua. Nuk mund ta imagjinoj jetën pa të. Dhe ajo e di këtë. Çdo herë që flet për ty, fytyra e saj ndriçon. Ti ke dhënë momente lumturie në kohën më të errët të jetës së saj. Në muajin e 6 të trajtimit, mjekët kishin thënë që kemoterapia po funksiononte, por ngadalë. Ingrida kishte një periudhë relativisht të mirë, ku dhimbjet ishin më të lehta. Dua të bëjmë diçka, i kishte thënë ajo Ardianit një mbrëmje. Diçka që të kujtojmë. Çfarë do të bësh? Kishte pyetur ai. Dua të vi në Shqipëri. Dua të shoh vendin tënd, të takoj familjen tënde, të kuptoj nga ke ardhur. Ardiani ishte shokuar, por udhëtimi mund të jetë shumë i lodhshëm për ty. E di, kishte thënë Ingrida, por nëse nuk e bëj tani, ndoshta nuk do të kem kurrë shansin. Dhe kështu 2 javë më vonë, ata kishin marrë një fluturim për Tiranë. Kur kishin zbritur, Ardiani kishte parë me lot në sy qytetin e tij, dhe këtë herë me gruan që e donte pranë. Nëna e Ardianit, Lule, e kishte pritur Ingridën me një përqafim të ngrohtë. Ishte një grua e vogël me flokë gri, por me një forcë të brendshme që ishte e dukshme. Falenderi që kujdesesh për djalin tim, kishte thënë ajo në shqip dhe Ardiani kishte përkthyer. Ai është ai që kujdeset për mua, kishte thënë Ingrida. Ata kishin kaluar një javë në Shqipëri. Ardiani kishte çuar Ingridën në fshat ku kishte lindur, në shtëpinë e vjetër të familjes së tij. Kishin ecur në kodrat e gjelbra, kishin ngrënë ushqim tradicional që Vule kishte përgatitur me dashuri, tafkosi, byrek, baklava. Ingrida kishte takuar motrën e Ardianit, Erinën, një vajzë e re që studionte mjeksi. Ardiani ka paguar për shkollimin tim, kishte thënë Erina, pa të, unë nuk do të isha këtu. Ai ka një zemër të madhe, kishte thënë Ingrida. Po, dhe ju e keni bërë atë të lumtur, kishte thënë Erina. Nuk e kam parë kur do të buzëqesh. Gjithmonë ka qenë i shqetësuar, i lodhur, por tani edhe kur flasim në telefon e dëgjoj dallimin. Në natën e fundit në Shqipëri, Ardiani e kishte çuar Ingridën në një kodër që shikonte mbi Tiranë. Dielli po përmendej dhe qyteti shkëlqente poshtë tyre. Kjo është ajo që shija çdo natë përpara se të takoja. Një qytet plot drita, por unë ndihesha i errët brenda. Tani kur shoh këto drita, ato nuk më duken më të largëta, sepse ti më ke treguar që ka dritë edhe brenda meje. Ingrida e kishte puthur. Ti gjithmonë ke pasur atë dritë, Ardian, unë vetëm ta ndihmova ta e shije. Kur ishin kthyer në Suedi, Ingrida kishte filluar të ndjehej më keq përsëri. Kemoterapia po e lodhte trupin e saj gjithnjë më shumë. Mjekët kishin sugjeruar që ajo të merrte në konsiderat kujdesin paliativ, fokusimin në cilësinë e jetës në vend të trajtimit agresiv. Sa kohë do të më mbetet? Kishte pyetur Ingrida. Është e vështirë të thuhet me siguri, por bazuar në përhapjen aktuale, ndoshta 4 deri në 6 muaj. Ingrida kishte marrë vendimin të ndërpres kemoterapinë. Dua të kaloj kohën që më ka mbetur duke jetuar, jo duke u trajtuar, kishte thënë ajo. Ardiani e kishte respektuar vendimin, edhe pse zemra e tij thyhej. Ai kishte kërkuar pushim nga puna për të kaluar më shumë kohë me Ingridën. Kompania, duke parë situatën, e kishte lejuar të punonte vetëm gjysmë kohe. Ata kalonin ditët duke bërë gjëra të thjeshta. Ecje të shkurtra në park, lexim së bashku, gatimi ushqimeve të preferuara të Ingridës. Sofia vinte më shpesh, duke sjell djemt që lexonin përralla për gjyshen e tyre. Një ditë, Gustavi kishte pyetur: "Gjyshe, pse je aq e lodhur?" Ingrida e kishte shikuar me butësi.
sepse trupi im është duke luftuar një betejë, dashuri im. Por kjo nuk do të thotë që nuk të dua. Çdo moment me ty më jep forcë. Gustav e kishte përqafuar. Unë të dua, gjyshe. Në ato momente, Ingrida ndjente që jeta e saj kishte pasur kuptim. Një mbrëmje, kur Ardiani kishte dalë për të blerë barna, Sofia kishte ardhur ta vizitonte nënën e saj. Ato kishin qëndruar në dhomën e ndenjes, me një batanie mbi gjunjët e Ingridës. Nën, dua të them diçka, kishte filluar Sofia, zëri i saj duke u lëkundur. Po, dashuri? Unë gabova për Ardianin, gabova keq. Sofia kishte filluar të qante. Isha aq e fiksuar me idenë se ai po të shfërtëzonte, sa që nuk e pash dashurinë e vërtet. Tani, duke parë se si ai kujdeset për ty, si ai të shikon me aq devotshmëri, unë jam turpëruar me veten. Ingrida e kishte marrë dorën e vajzës. Ti thjesht më mbronit, kjo është puna e një vajze. Por unë të lëndova, kishte thënë Sofia, të bëra të dyshosh për veten dhe për të. Po, bëre, kishte pranuar Ingrida, por unë të fal, sepse tani e kuptoj që edhe dyshimet ishin të rëndësishme. Ato më bën të pyesja veten, të sigurohesha që po bëja zgjedhjen e duhur, dhe çdo herë që pyetja, përgjigjja ishte po. Po, unë e dua Ardianin. Po, ai më do mua. Dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi. Sofia kishte ulur kokën mbi gjunjët e nënës së saj. Çfarë do të bëj pa ty? Ti do të vazhdosh, kishte thënë Ingrida but. Do të rrisësh djemët, do të dashurosh Erikun, do të jetosh një jetë plot, dhe her pas here, do të mendosh për mua dhe do të buzëqeshësh, sepse do të dish që unë kam jetuar mirë në fund. Kam njohur dashuri të vërtet 2 herë në jetën time, me baban tënd dhe me Ardianin. Sa njerëz mund të thonë këtë? Ti je gruaja më e fortë që njoh, kishte thënë Sofia. Jo, unë thjesht kam qenë me fat të kem njerëz si ju për rreth meje. Kur Ardiani ishte kthyer, kishte gjetur Sofin dhe Ingritën, duke përqafuar njëra tjetrën. Ai kishte qëndruar në prag, pa dashur të ndërpres momentin. Sofia e kishte parë dhe i kishte bërë shenjë të vinte. Kur ai kishte hyrë, ajo e përqafoi. Faleminderit që e bën nënën time të lumtur, kishte përshpëritur. Ajo më ka bërë mua të lumtur, kishte thënë Ardiani. Në muajin e 5 pas ndërprerjes të trajtimit, Ingrida kishte qenë e detyruar të qëndronte në krevat. Dhimbjet ishin bërë shumë të forta dhe edhe me medikamente, ajo mezi merrte frym. Mjekët kishin sugjeruar spital, por Ingrida kishte refuzuar. Dua të vdes në shtëpi, kishte thënë ajo. Në krevatin tim, me burin tim pranë. Ardiani nuk ishte folur për vdekje. Ai vazhdonte të shpresonte për një mrekulli, edhe kur logjika i thoshte se nuk do të ndodhte. Një natë, Ingrida e kishte zgjuar në ora 3 të mëngjesit. Ardian, ai kishte zgjuar menjëherë. Jam këtu, çfarë ka? Të dhemb? Jo, vetëm dua të flas. Ingrida e kishte marrë dorën e tij. Ka diçka që dua të të them. Çfarë është? Kur të vdes, dua që ti të vazhdosh të jetosh. Ingrida e kishte shikuar me sy të thellë. Dua që ti të gjesh dikë tjetër, dikë që të bëj të lumtur. Ndaloje, Ardiani kishte thënë, zëri i tij duke u thyer. Unë nuk dua të flas për këtë. Por unë duhet, kishte insistuar Ingrida. Ardian, ti je 36 vjeç, ke gjithë jetën përpara, nuk dua që kujtimi im të jetë një barë që të pengon të jetosh. Ti nuk je barë, kishte thënë Ardiani duke qarë. Ti je dashuria e jetësime. Dhe ti je imi, kishte thënë Ingrida. Por dashuria e vërtet do të thotë të dëshirosh lumvurinë e tjetrit, edhe kur ti nuk je më aty. Premtom që do të vazhdosh të jetosh plotësisht. Ardiani nuk kishte mundur të premtonte. I kishte rënë kokën mbi gjoksin e Ingridës dhe kishte qarë si një fëmijë. Ingrida kishte vdekur në një mëngjes të hershëm marsi, me dëbor të butë duke rënë jashtë dritares. Ardiani kishte qenë duke fjetur në karrigen pranë krevatit, dorën e tij duke mbajtur të sajën. Kur kishte zgjuar, kishte ndjerë që diçka kishte ndryshuar. Ingrida nuk merrte më frym. Ingrida, kishte po shpëritur ai. Ingrida, mos më lër. Por ajo kishte shkuar. Në paqe, pa dhimbje, me një shprehje të qetë në fytyrë. Ardiani kishte qarë për orë.
Kur më në fund kishte thirrur Sofian, zori i tij mezi dëgjohej. Ajo ka shkuar. Ceremonia e varrimit kishte qenë e thjeshtë, por me shumë njerëz. Koleg nga puna e Ingridës, fëqinj, miq. Sofia kishte folur për nënën e saj, për forcën e saj, për dashurinë që kishte dhënë. Pastaj Ardiani kishte qëndruar në këmbë. Ai kishte shkruar diçka në shqip dhe në suedisht dhe kishte lexuar me zë të lëkundur. Ingrida, kur të takova unë isha një njëgi i humbur. Ti më shpëtove, jo duke më dhënë dokumente ose një jetë më të mirë, por duke më dhënë dashuri. Dashuri të pastër, pa kushte, pa gjykime. Ti më mësove se mosha është vetëm një numër, se dashuria nuk ka kufi dhe se çdo moment i kaluar me dikë që e do është një dhunti. Unë do të mban në zemër për gjithmonë. Faleminderit që më dhe shansin të jem burri i vit. Shumë nga të pranishmit qanë, duke përfshirë Margaretën, fëqinjen që dikur kishte gjykuar. Një vit pas vdekjes së Ingridës, Ardiani ishte ulur në të njëjtën kodër në Tiranë ku e kishte çuar atë. Kishte ardhur për të vizituar familjen, por kishte dashur edhe një moment vetëm. Ai ishte ndryshuar, kishte mësuar suedisht rrjedhshëm, kishte marrë një pozicion më të mirë në punë dhe kishte filluar të jap vullnetarisht në një qendër për migrant, duke ndihmuar të tjerë që kalonin nëpër procese të ngjashme me të tij. Por më e rëndësishmja, ai kishte mbajtur premtimin e saj, kishte vazhduar të jetonte. Jo sepse kishte harruar Ingridën, ai mendonte për të çdo ditë, por sepse kishte kuptuar që mënyra më e mirë për ta nderuar ishte duke jetuar plotësisht. Në telefonin e tij kishte marrë një mesazh nga Sofia. Djemt po pyesin kur do të vish sërish, ata të kanë munguar. Ardiani kishte buzëqeshur. Marrëdhënia e tij me Sofian dhe familjen e saj ishte bërë fort. Ai ishte bërë si një xhaga për Gustav dhe Emil, duke i çuar në futboll, duke lexuar përralla, duke qenë aty kur kishin nevojë. Kishte edhe diçka tjetër. Javën e kaluar në klasën e gjuhës suedeze, kishte takuar një grua, Linda, një danseze nga Finlanda që gjithashtu po mësonte gjuhën. Kishin pirë kafe pas mësimit, asgjë serioze, vetëm një bisedë mirë. Ardiani nuk e dinte nëse ishte gati për diçka të re, por e dinte që Ingrida do të kishte dashur që ai të provonte. Shikoi qytetin poshtë me drita që fillonin të ndizeshin ndërsa dielli përëndonte. Faleminderit Ingrida, po shpëriti ai. Faleminderit për gjithçka. Unë do të vazhdoj të jetoj, për të dy ne. Dhe në ato moment, ndjeu një paqe që nuk e kishte ndjerë prej muajsh. 3 vjet më vonë, Ardiani ishte në aeroportin Arlanda për duke pritur dikë. Në dorë kishte një tufë me lule. Linda po vinte nga Helsinki për fundjavë. Ata kishin filluar të takoheni në një vit e gjysmë, ngadalë me kujdes. Linda e dinte gjithçka për Ingridën dhe e respektonte kujtimin e saj. Ajo duket sikur ka qenë një grua e mrekullueshme, kishte thënë Linda. Ishte, kishte thënë Ardiani. Dhe unë do ta dua për gjithmonë, por ka mësuar që zemra mund të mbajë më shumë se një dashuri. Në xhep kishte një letër që Sofia e kishte dërguar të mëngjesit. Ardian, nëna do të ishte kaq krenare për njeriu që je bër. Ti e ke bërë ato të lumtur në ditët e saj të fundit, dhe për këtë ne do të jemi për gjithmonë mirënjohës. Vazhdo të jetosh, vazhdo të dashurosh. Ti e meriton lumturinë. Kur Linda doli nga porta, duke buzëqeshur gjër, Ardiani ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej kohësh, shpresë për të ardhmen. Ai e përqafoi atë dhe ndërsa bënin atë, mendoi për Ingridën. E dinte që ajo ishte diku, duke buzëqeshur, duke qenë krenar për të. Dashuria e tyre kishte qenë e shkurtër, por e vërtetë, dhe kjo kishte bërë gjithë ndryshimin. Kjo është historia e Ardianit dhe Ingridës, një histori dashurie që filloi me dyshime, por përfundoi me respekt dhe kujtime të përjetshme. Një kujtesë që dashuria e vërtet nuk njeh moshë, kufij ose gjykim.